S'mujna me detalizu shumë që ta kuptoni vetëm skenën e madhe. Kanë adhuru idhuj, kanë adhuru puta dhe kanë adhuru njeri, mbretin. Aja unë karrike, ato kanë rosejshte. Ka rosejshte, janë që ruku, ka rosejshte, janë që ruku. Kur ka ardhur Ibrahimi, a që ka rosejshte? Thonë i bi Allahu gjele gjelalu. Andaj ka dalë problem me ta. Pasaj kanë bo ibadet qfar, kanë prej kurban për idhuj. Dhe kanë prej evlat për idhuj. Dhe kanë bë marrëdhënie intime për idhuj. Çai bie kjo? E prat një deve mangat zotit putit. E prat një dele afrohesh nga putit. Edhe trun puti. Pastaj s'ki çka me pre. A do më afru shumë po, i ki 10 evlat çoje një preje. Dhe i kanë marrë tupanat, kanë bë zhurmë, se fëmia ka kajt. Me preje para idhullit. Andaj, a pishipni sot që të shka bojnë? I afrohen shejtanit të ndërum gjëmat. Prejnë e vlad, hajnë njerëzi për mjë afru shejtanë, Allah i narujt ja Rabbel Alemin. Andaj kjo fejt të ndërum gjëmat sa e mira. Sa i runë, sot të ndërum gjëmat. Si islami që ka e ru njerëzimin kur gjo. Andaj ka me pas nevoj njerëzimi pa tjetër me artë islami. Se mës me kanë islami bin krejt. Andaj i kanë adhuru idhujt me prejnën e kurbanave. Vesh një sen se kanë bon për idhuj, s'kanë agjeruhe. Aja pa buksërrik. Veç musliman të agjerojnë për zotin e tëne. Allah i në bëf kabul, ja Rabbel Alemin. Veç në e lajmë hajën, pijen, mardhenjet intime dhe gjithë shka që ka të boje me trupin dhe ushimit e trupit për i zotin Gjellë Gjellalu. Tjeta shka